Publikoi fotografi me të nga pushimet, Gjeneta Fetahu thot se nuk ka qenë kur i dashuri i saj. Ish banorja e shtëpisë më të famshme të VIP-ave në Kosovë edicioni i tretë, Gjeneta Fetahu, ka sqaruar së fundmi zërat që qarkulluan rreth jetës së saj personale. Pas publikimit të një fotografie me një djalë, që u supozua gjerësisht si i dashuri i saj. Gjatë një live në rrjete sociale, modelja tha se postimi i saj ishte i qëllimshëm, por jo për të konfirmuar një lidhje romantike. Sqaroi se kishte marrë shumë mesazhe në lidhje me personin në fjalë dhe vendosi të publikonte një video për të ndalur thashethemet. Atë fotografinë që e kam publikuar me atë djalin e ri, që kam thënë është i dashuri im, thjesht e kam bërë. Në atë kohë kam marrë mesazhe shumë për personin në fjalë. Thjesht kam dashur të mbyllet si muhabet dhe kam hedhur atë video, tha ajo. Në një reagim më të drejtpërdrejtë ndaj komenteve dhe perceptimeve të publikut, Gjeneta shtoi: "Ju jeni aq të prapambetur dhe të paaftë për të kuptuar. Unë nëse kisha pasur të dashur, kisha hedhur video non-stop me të." Deklaratat e saj kanë nxitur diskutime në rrjete sociale. Ndërkohë që duket se Gjeneta po përpiqet të mbajë distancë nga zërat dhe ndërhyrjet në jetën e saj private. Me personin në fjalë në momentin kur postoi fotografinë ka qenë në pushime në Dubai. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.